Dr. Dieter Nehring është vazhdues I studiosëve gjerman që janë marrë me problemet e albanologjisë. Ai merret me punë shkencore dhe është mësimdhënës në disa universitete. Ndiqni intervistën. Ndihmesa e albanologëve austriak dhe gjerman për albanologjinë shqiptare, pra për historinë e studimeve shqiptare është e madhe. Ju jeni një nga vazhduesit e kësaj tradite të krijuar. Çfarë ju ka shtyrë që të merreni me problemet e Shqipës? Po mirë, së pari desha që falenderoj për këtë bisedë, si gjithashtu për interesimin që tregoni ndaj meje dhe ndaj punës sime. Kontributi im në fushën e albanologjisë është modest. Së pari desha të them këtë, interesimi im për popullin shqiptar, për çështjet e Ballkanit, më kanë shtyrë që të merrem me çështje albanologjike dhe që të merrem edhe me gjuhën shqipe. Ju keni marrë pjesë në disa konferenca shkencore që kanë të bëjnë edhe me problemet specialistike të Shqipes. Çfarë mendoni, cili është niveli në bazë të vrojtimeve që I keni pasur jo, në bazë të takime, niveli I studimeve për gjuhën shqipe dhe për kulturën shqiptare në përgjithësi? Në qoftë se po mendoni tashti për konferencën e fundit që kemi pasur në Prishtinë, e cila kishte trajtuar çështje të ndryshme të formimit apo të jetesës së standardit të gjuhës shqipe, unë mendoj se punimet nga ana teoretike kanë qenë në nivel. Nga njëherë unë do të dëshiroja që të merremi në albanologji pak më shumë me çështje teoretike të nivelit të Evropës. Këtu kam vërejtur edhe një mungesë e literaturës, për shembull edhe vërejta edhe mungesën e leximit të literaturës përkatëse teoretike që nevojtit për disa çështje. Ju keni një angazhim edhe në Universitetin e Prishtinës, mbani ligjërata të ndryshme, mbani dhe provime. Në këtë drejtim, çfarë mendoni, cili është niveli edhe I mësimdhënies në raport me universitetet gjermane dhe I nxënjes apo I nivelit të studentëve që kryejnë albanologji në Prishtinë? Mirë, unë në Prishtinë kam studentit për albanologjinë, si gjithashtu për germanistikën. Edhe mendoj sa u përket studentëve në përgjithësi kemi dalime këtu interesimi I studentëve që merren me gjuhën gjermane dhe me letërsinë gjermane është pak më I madh me duket, sepse edhe provimet e fillimit apo e fillimit të studimit kushtet janë pak më të vështira sepse bëjmë edhe një zgjedhje këtu, çdo student nuk mund të studiojë, ai duhet të ketë edhe notat përkatëse, domethënë notat mira. Në albanologjinë kemi, me sa di unë, kemi talente, kemi studentë të mirë, por ka vinë edhe studentët që me sa mund të gjykoj unë çështjen që ndoshta mund të kenë edhe një përgatitje më të mirë për studimet universitare. Por këtu ndikojnë edhe kushtet të ndryshme universitare që kemi në Prishtinë pranë universitetit, edhe studimet gjithmonë nuk janë të lehta. I rikthehemi interesimit të gjermanëve për albanologjinë. Tashmë kemi individualitete në këtë fushë, kam parasysh studiusit si Oda Buchholz, Wilfried Fiedler. Ka dhe një histori të mësimit si të themi të gjuhës shqipe me katedrën e Munihit që e ka udhëhequr dikur me sukses Martin Samaj. Cili është pra niveli I sotëm I interesimit për shqipen nga gjermanet, në cili është vendi I saj në institucionet e këtij? Në vendin tim, mund të them kemi pasur 2 drejtime të zhvillimit të albanologjisë. Së pari ka qenë via e Weigandit, via nga Universiteti I Leipzigut, dhe kjo vije është vazhduar në Berlin me emrat që keni përmendur ju, domethënë me profesorin Fiedler dhe me doktoreshën Oda Buchholz, edhe në universitetin tim, I cili quhet Humboldt Universiteti I Humboldtit, edhe në Freie Universitet kemi mësimet e albanologjisë
për fat të keq, sot kësaj dite nuk u vazhdua kjo linje, këto drejtime të studimeve për shkak të ndoshta edhe të ndryshimeve shoqërore që kemi këtu, por mund t'ju them se interesimi i studentëve është i madh. Unë zhvilloj disa mësime në Berlin me studentët, me doktorantët që merren shumë seriozisht me probleme albanistike, albanologjike dhe për fat të mirë via e Munichut u vazhdua, atje kemi një deg, me sa di unë këtu mund të kryhen studime të masterit për gjuhën shqipe, dhe më thënë ku ka punuar profesori Camaj. Ju keni ardhur në Malin e Zi për të hulumtuar cili është niveli i plan programë dhe i tekste shkollore, jo vetëm për pakicat, ndërtall dhe shqiptaret, por edhe për shumicën, që është shumica malazeze, që është një projekt i Bashkimit Evropian për të afruar nivelet dhe standardet midis plan programeve të vendeve të Bashkimit Evropian dhe të vendeve të Ballkanit jugor, mund të themi. Cili është qëllimi i këtij projekti më detajisht? Qëllimi është që të grumbullohen së pari materialet përkatëse, domethënë librat mësimor shkollor të lënies së historisë, domethënë në qendër të projektit për të cilin punoj unë, qëndron historia edhe historiografia. Ne kemi dëshirë të shohim si zhvillohet kjo lëndë në vende shqipfolse. Domethënë me interes janë çështjet e minoriteteve, çështjet e popullit pilotërues në një vend përkatës, edhe bëhet grumbullohen librat edhe plan programet. Kemi dëshirë që të shohim si trajtohen disa çështje dhe në fund ndoshta do të ketë edhe sa workshops, edhe një konferencë kur grumbullohen të gjitha autoritetet, mund të them autorët, recenzentët e plan programeve të tjera, që bëjmë një shkëmbim përvojash dhe që të shohim çka mund të bëhet më mirë në këtë drejtim. Sa mendoni ju nga një, do të thonë, një specialist, një njeri që e sheh gjermanishten, do të thonë shumë milionëshe, cila është perspektiva e gjuhëve të vogla në raport me gjuhët e mëdha dhe a janë të rrezikuara gjuhët, sa janë të rrezikuara gjuhët e vogla? Ne kemi parashkrime saktuara në Bashkinë Evropiane ku duhet të ruhen edhe këto gjuhë të vogla. Do të thonë këto të ashtu quajturat gjuhë të vogla. Unë mendoj se ata paraqesin një pasuri kulturore, njerëzore në tërë Evropën dhe pa të nuk mund të jetojmë, pa të nuk mund të ecim përpara.